Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, unë jam Eneida Ndoci dhe do t'jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për të njohur më të reja dhe zhvillimet më të fundit dhe do të nisim në këtë çaste pa humbur kohë me përfshirjen nga flakët në orët e para të mëngjesit të një mjeti tip Range Rover. Mësohet se ngjarja është regjistruar në lagjen numër 1 të Capri Center, ku mjeti tip Range Rover është djegur thuajse plotësisht në Pogradec. Unë do të kem në këtë çast e kolegen Sidorila Xhamaqi, e cila do të na jap informacione më të detajuara në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur. Sidorila, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, Eneida. Atë një automjet tip Range Rover është përfshirë nga flakët rreth orës 3:50 minuta të mëngjesit të sotëm në qytetin e Pogradecit. Ngjarja është regjistruar në lagjen numër 1 në afërsi të zonës së quajtur Capri Center, ku mjeti është djegur pothuajse plotësisht, duke pasur edhe dëme të shumta materiale. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbime zjarfikse dhe forcat e policisë, të cilat kanë bërë të mundur edhe shuarjen e flakëve dhe sigurimin e zonës. Sipas burimeve, automjeti është në pronësi të një personi i quajtur Erion Maxhari. Në fakt, ky person është i njohur për policinë e qytetit dhe me precedencë më parshëm penal. Kujtojmë se gjatë ditës së zgjedhjeve ai ishte ndër personat e arrestuar pas një konflikti fizik me një komisioner. Nga ana e grupit hetimor, po bëhet edhe këshyrja e vendit të ngjarjes, po ashtu po sekuestrohen edhe kamerat e sigurisë në zonë për të bërë edhe më pas bardhjen dhe rrethanat e këtij zjarri. Nga ana e grupit hetimor, dyshohet se zjarrvënia mund të ketë qenë e qëllimshme, por shkaku i saktë i këtij zjarri do të konfirmohet zyrtarisht pasi ende hetimet vijojnë sa i takon edhe kësaj ngjarjeje. E qartë. Do doja të dija pak, Sidorila, nëse dim diçka në lidhje me personin që ka qenë pronari i këtij automjeti. Erion Maxhari është i njohur për policinë e Pogradecit, po konkretisht për çfarë precedencash penale, apo nuk e kemi ende dosjen e tij? Sa i takon këtij personi, Erion Maxhari, i cili ishte dhe drejtuesi i këtij mjeti dhe pronari, le të themi, i këtij mjeti. Ky person është i njohur për policinë e qytetit për precedencë penal, ende nuk dihet saktësisht nëse ka një dosje më të rënduar veç se shkakut që ne në ditët e zgjedhjeve e kemi thënë këtë emër, e kemi zbuluar, ka qenë policia e cila e ka arrestuar pas një konflikti fizik me një komisioner. Ka qenë një situatë në fakt e cila është raportuar edhe nga ana jon, ku Erion Maxhari ishte mbështetës i një partie politike dhe ka pasur një konfrontim me një nga komisionerët e një partie tjetër. Kaq janë detajet për momentin, duke qenë se edhe policia në momentin që flasin vijon hetime sa i takon kësaj ngjarjeje. Dyshohet që mund të jetë një zjarrvënie e qëllimshme, por deri në momentin e sigurimit të provave, mbledhjes të kamerave të sigurisë, të cilat do të jenë një ndihmës shumë e madhe për grupin hetimor, deri në atë moment është e vështirë të përcaktohen shkaqet e rënies së këtij zjarri. Por duke qenë se personi Erion Maxhari është një person i cili ka precedent penal nga ana e policisë, i dhe ndryshime se mund të kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme. Mirë, të falenderoj shumë, Sidorila, për gjitha këto informacione, nëse do të kemi